Personat të pandërgjegjshëm nuk po zgjedhin mënyrën për të arritur tek mjetet financiare. Gjatë ditës së djeshme, viktima e personave të këtill ka ra një i moshuar nga Çajla, të cilit në treg i ja kanë vjedhur portofolin, duke i dëmtuar atë me rreth 1.600 euro. Informacionin e kanë bërë të ditur nga policia, nga ku kanë konfirmuar se janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të plotë të rastit. Dje rreth orës 13:20 në Departamentin e Punëve të Brendshme në Gostivar, personi me iniciale AJ nga Çajla ka denoncuar se në tregun e qytetit i është vjedhur kuleta me dokumentet personale, para dhe kartela bankare bashkë me PIN kodin të evidentuar, nga e cila më pas i janë marrë rreth 1.600 euro. Janë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit, thonë nga policia. Nga sektori i punëve të brendshme Tetov kanë shfrytzuar këtë rast për të përsëritur apelin që qytetarët të bëjnë kujdes maksimal me gjërat personale, sidomos kur janë në rrugë dhe në përvendet më të frekuentuara, siç janë tregjet e qendrat e mëdha tregtare. Në rrethana të këtilla, thonë nga sektori i punëve të brendshme Tetov, qytetarët të mos lënë kuletat apo gjërat me vlerë në vende të dukshme, sepse situatat e tilla shpejt dhe lehtësisht mund të shfrytëzohen nga personat e pandërgjegjshëm, të cilët vëzhgojnë xhepat e huaja për të kryer vjedhje. Krahas kësaj, qytetarëve u sugjerohet që me vetdije dhe kujdes t'i ruajnë kartelat bankare dhe të mos i mbajnë me vete edhe numrat për hapje të njëjtave, sepse edhe këto situata shfrytëzohen nga hajnat. Këta persona është vështirë që të identifikohen nga organet e rendit, andaj prevencioni dhe kujdesi janë zgjidhja më e mirë në këto raste.